Kollu në të kuqë. Se ka lutë mirë, ka ndërë tjërë, mirë. Kodë është jashtë, më duke të është se këtu. Hajde se i dëshë e pasë. Si, në ka të vogë e jera, këtë ka në vogë. Një tregova gocës, se shumë për televizionin. A ke nësi, ka më bëjë nësë pas të një. Që do të nësë shqipë. Po. Mirë dita gjithve, mirë se keni ardhur në të komunikim për media nga stadiumi Air Albania. Jemi këtu me dy lojtarët e kombëtares shqiptare, me sfushorin Ylber Ramadani dhe sulmuesin Indrit Tuci, të cilët do t'i përgjigjen pyetjeve tuaja. Fillojmë me sulmuesin Tuci. Tuci, përshëndetje. Ndjen një lloj presioni që mbetesh një nga alternativat kryesore të sulmit me mungesë të disa lojtarëve të rëndësishëm për ekipin tonë. Përshëndetje. Si ti presionin nuk është që e kam, po e kam me qeft madh që sepse është hera ime e parë që do luaj në Air Albania, besoj do jetë sold out. Dhe edhe këto e marr thjesht si pikë motivimi më shumë dhe jo presioni. Dhe nëse trajneri beson mua, unë jam gjithmonë i gatshëm ta bëj punën time. Përshëndetje, Sabina Metere të Sport. Tuci, ju i njihni mirë kundërshtar, duke qenë se luani në Çeki, sa do të na ndihmoj kjo në përballjen e parë pikërisht në shtëpinë tonë? Përshëndetje. Po unë njoh mirë sepse ata kanë një lloj stili të lojës që besoj që edhe ne e pam në shën e parë kur luajmë me ata që janë shumë të fizikshëm, luajnë me topa të gjatë dhe besoj që do të bëjmë që është e mundur që ti ndalojmë këto topat që ti jemi më luftëtar në topat e dytë, sepse ata kanë atë sulmuesin e gjatë dhe duhet ta mbulojmë sa më mirë dhe shpresoj edhe sikur me ndeshjen me Gjergjin që i neutralizuam të gjithë, besoj të bëjmë një ndeshje të njëjtë dhe të kënaqim tifozët. Kristi Atlari, Panorama Sport. Po se dua të pyes pak për gjendjen tuaj fizike, sepse keni pasur një shqetësim këto 2 javë të fundit dhe keni rihyrë pak minuta në Champions. Si jeni tani, ndjeni plotësisht gati për të përballuar ndoshta edhe gjithë takimin? Po, jo, besoj që jam gati sepse kam bërë edhe gjithë testet dhe gjithë analizat që janë që duhet i bësh, që duhet i bëj një lojtar para se të futet në fushë, edhe i kam bërë gjithë dhe më kanë dalur me sukses dhe sigurisht mund të kenë ndonjë shqetësim vogël, por kjo nuk do të thotë asgjë sepse këtu jemi për kombëtarën, do të japim gjithçka. Enrico Gaba, Euronews Albania. Tuci, 3 gola të shënuar në 4 ndeshje, realisht mund të themi kundërshtarët janë vështirë, por janë shumë pak për një skuadër që synon pak të vendin e dytë. Çfarë prisni të ndryshojë në përballje me Çekin, duke qenë se ju e thatë pak që jeni mjaft mirë si skuadër? Po, s'mund të themi që janë pak 3 gola në 4 ndeshje, sepse edhe po të shikosh ekipet e tjera kanë shënuar sa ne, ndoshta Gjergjin javë më shumë, ka bërë më mirë se ne. Por sepse ne kemi 6 pikë, aq sa kanë edhe 2 ekipet tjera, kështu që nuk ka rëndësi sa gola shënon sepse ti merr pikët me ato gola. Nëse fiton ndeshjen 1-0, merr 3 pikë dhe e ke kryer punën tënde. Dhe shpresoj që normalisht qefi jon, qefi gjithë sulmuesa ose mbrojtësave është qefi më i madh që shënosh gol, që po të gjithë mundohen ta bëjnë punën e tyre dhe besoj që do t'ja dalim me sukses sepse po stërvitemi mjaft mirë. Nikola Rajta nga New Sport. Keni ardhur së fundin kombëtar dhe sigurisht është e vështirë që të zini vendin e titularit. Cilin mendoni nga sulmuesit e kombëtarit që është më i vështirë për të marrë vendin apo konkurrenti më i fortë për ju?
Kam marrë në kombëtare, si që the edhe ti, që t'japim më të mirën, sepse këtu nuk jemi në klub. Në klub unë mund të mërzitim sepse s'luaj ose ndonjë minutë më shumë ose më pak, unë në klubin tim mërzitim, po kur vjen kombëtare është komplet gjë ndryshe, ti nuk je këtu për veten tënde, je më shumë për kombin dhe për emblemin që mbat, edhe do t'japësh maksimumin, aq sa do futesh në fushë, nëse futesh 2 minuta, 5, okay, 10, s'ka problem. Do t'japësh gjithmonë maksimumin. Dea Kozma, 2 CNN, Indri Tuci luani me Spartan e Pragës. A keni patur një komunikim me lojtarët e skuadrës për këtë ndeshje, si e shohin ata Shqipërinë apo? Unë los vetëm me qendërmbrojtësin Vitik tek Sparta Pragës, ai ishte i grumbulluar për check-in, por edhe ai u dëmtua. Ishte një tip avantazhi për ne sepse është mjaft lojtar i mirë dhe besoj që do i bënte shumë punë check-iz, por është një avantazh për ne që ai mungon, sepse u dëmtua me ne në neshën e fundit. I uroj shërim shpejt, po vjen mirë që nuk luan kontra nesh. Ernest Koçi, Report Televizion. Tuci, debutimin e bët në ndeshjen e kaluar, tani do t'jetë edhe në Air Albania era parë, ka mbetur vetëm goli, e ke menduar? Çdo ditë, normal goli mendoj çdo ditë, edhe gjithmonë para se të shkosh legjun do mendosh golin dhe si mund ta shënosh ose por siç thash, objektivi im është që t'jap më të mirën dhe të ndihmoj ekipin, pastaj goli nëse vjen i mirë sa ardhur, kështu që Përshëndetje Tuci, Ermal Spaju. Kontributi juaj i parë erdhi në ndeshje me Ukrainën duke dhënë asistimin timtar për golin e Hasanit, cili solli 3 pikë të rëndësishme në ndeshjen e fundit të Nations League. Si do të ndiheshit ju nëse Koli do të vinte përballë në pranit të 20.000 tifozëve që do të mbështesin juve si lojtar në Air Albania për ndeshje me check-in? Po vetëm të luash përballë tifozëve tuaj është ndjenja më e veçantë në botë dhe shpresoj që ta shënoj edhe golin, por nuk ka, siç thash edhe më parë, nuk ka rëndësi sepse nëse bën golin Ramadani, unë do kënaqem 2 fish më shumë se Ramadani, kështu që nuk më intereson. Okej, këto ishin pyetjet për Tucin, tani vazhdojmë me pyetjen për Ramadan. Ylber, përshëndetje. Ti e njeh përmend check-in, domethënë sepse kemi luajtur ai kualifikim nisi nga Praga, nga i barazim 1-1, keni luajtur përsëri në Prag, keni luajtur dhe me Ukrainën. Pra e njeh përmendesh, themi check-in, po dhe Ukrainën jo keq. Cili nga këta dy kundërshtar është më i vështirë, domethënë pavarësisht pa jemi në shtëpinë tonë, kemi lojtarin e 12 dhe të 13 me tifozërinë tonë të zjarrt, cili nga dy kundërshtarët për ju është më i vështirë? Patjetër që ti do më thuash që të dy janë njësoj, po në atë mendjen tuaj, domethënë. Po normalisht që do të them që dyat janë të forta sepse dyat kanë luajtur në Evropian edhe dyat shikojnë mu kualifiku, po na e kem planifiku të mendojmë ndeshjen e parë të radhës kundër Çekisë, pastaj kundër Ukrainës. Nuk do të jetë as pak lehtë sepse janë kundërshtar shumë fort, Çekia është një kundërshtar shumë i fort fizikisht, edhe ne jemi duke u përgatitur ata se si të luajmë kundër tyre, edhe mendoj që përparësia jone vetëm është sepse kemi tifozat tanë këtu, sepse kjo është një shtysë shumë e madhe për neve. Ylber, përshëndetje. Përshëndetje. Sa e vështirë është të luash një ndeshje të tillë duke ditur që mund të synojmë edhe vendin e parë në grup për të kaluar në Ligën A, por mund të rrezikojmë edhe zbresim një ligë më poshtë. Jeni në një lloj presioni psikologjik apo jeni të fokusuar vetëm tek 90 minutash edhe kundërshtari i radhës? Faleminderit. Po normalisht, kështu në futboll funksionon kështu ndeshje pas ndeshje. Unë mendoj që presion kemi gjithmonë, po ne e dim si ta menaxhojmë presionin edhe e dim si duhet ta bëjmë ndeshjen me Çekin, edhe ndeshjen që kemi humbë atje, kemi humbë nga duelet, nga topat e gjatë, po mendoj që këtu do të jetë një ndeshje komplet ndryshe dhe duhet të qasemi shumë seriozisht dhe ta menaxhojmë presionin në mënyrën e duhur. Marin, tashmë keni krijuar një treshe mes fushë me Laçin dhe Aslanin, por me një ndryshim vetëm në këto ndeshje, siç ishte ajo e Hoxhës në krah, ndeshje me Gjorgjin këtu flas dhe Bajrami në qendër. Si e ndjeni ju që jeni pak më mbrapa?
luani mirë me Bajramin, apo është pjesa e Laçit që ju ndihmon më shumë, sepse flitet shpeshherë për Roxhën të luajë titullar, por puna është që duhet dhe Laçin mes fushë. Nëse nuk do kesh Laçin, ta bëj drejt për drejt pyetjen, a i ndjen më shumë të vështirë, apo me Laçin je, si thua, më i mbuluar? Shiko, unë me cilin të los nuk e kam problem, sepse ambjetuem shumë shpejt. Edhe në them se me lejtar që luajnë më shumë ofenziv, nuk e kam problem se unë duhet të rrimë mbrapa të ndihmoj mbrojtjen, kjo është detyra jem, po nuk e kam problem me lujt me askën, me sfush, edhe ato zgjedhje që i bën është treneri që i vendos, edhe besoj që nuk e kam problem me lujt me asnjërin. Apo Bajrami, kur luan Bajrami, ju, se themi, keni më shumë përgjegjësi dhe keni më shumë vështirësi, më shumë lodhje. A lodhesh më shumë? Jo, nuk lodhem asnjëherë. Nuk lodhem, po ata lejtarë që më ndihmojnë është mirë edhe ata që më ndihmojnë, po them unë jap gjithçka për me lujt me gjithkon sa më mirë. Ramadani, në qoftë se shikojmë kompanitë e statistikave matis performancave, nota juaj me ullët në 4 ndeshje ka qenë me Çekin. Të paktën 6.7 sipas Flash Score. A keni vënë edhe ju këtë në fush ose në mendimin tuaj ka qenë ndeshja që keni hasur më tepër vështirësi ajo ndaj Çekis 2-0 në transfert? Faleminderit. Jo, nuk i shikoj ato kur, vetëm që shikoj është analizën e trenerit ose që më thot treneri, ato nuk i shikoj as nuk kam ku mi shiku bile. Sa vështirë është të luajtur një kundërshtar si Çekia, sepse çdo ekip ka një profil të tij, po kundërshtar që të standarde në topar. Po. Sa rrezikon? Po se di nëse e keni vret, ai sulmuesi i Çekis është shumë i gjatë, edhe atë patjetër që duhet kur së paku kur të vjet topi i gjatë duhet ta mbulojmë 2 veta sepse aty na bën edhe golin e parë në Çeki, edhe është një kundërshtar shumë fizikisht shumë i fortë, edhe duhet ta menaxhojmë shumë mirë atë sulmuesin sepse ai është që e bën gjithë lojën e Çekis. Ylber, përshëndetje. Pasi marrëm atë fitoren kualifikuese kundër Çekis këtu me një rezultat shumë të mirë, ato na e kthyen Reston në Prag. Është momenti jonë, kemi pak atë ndjenjen që ta rikuperojmë humbjen që morëm një muaj më parë. Po, normalisht, gjithë që kemi ardhur këtu, kemi ardhur që ti marrim të 2 ndeshjet rezultatet pozitive dhe do e bëjmë maksimumin që të marrim rezultatin pozitiv. Ylber, çfarë do të ndryshojë Shqipëria krahasuar me ndeshjen e kaluar? Mendoj që do ta ndryshoj qasjen edhe përkushtimin në ndeshje. Faleminderit. Faleminderit për pyetjet tuaja, ndërkohë kombëtarja vazhdon grumbullimin dhe do të zhvillojë sot seancën e radhës stërvitore në orën 15 në shtëpinë e futbollit, e cila do të jetë e hapur për 15 minuta. Faleminderit, ditë të mbarë.